Ora 18 morën në shqyrtim në seancë gjyqësore kërkesën e organit prokurorisë për vlerësimin e arrestit në flagrant ndaj të ponderurit Mirtezat në arsim të klasë i mbrojtur nga avokati Gazmend Zeneti e 334 të Kodit Penal. Gjykata u sinjoi me materialet e çështjes dhe dëgjoi prokurorin e seancës, pasi akuzohet për vepra penale të armbajtjes pa leje, parashikuar nga neni 278 fraksion 2 i Kodit Penal për vrasje penal. Për veprat e mësipërme, të cilat i atribuohen të pandehurit Mirtezat Çavushi sekuestrimit të provave materiale, automatiku model 56 me 30 fishek. Gjykata mbështetur në provat e paraqitura nga përfaqësuesi i akuzës, si dhe urës penale, çmon se kërkesa e organit prokurorisë për vlerësimin e arrestit në flagrancë kundër vendimit lejohet ankim ose rekurs brenda 10 ditëve në gjykatën e apelit Tiranë. E ka në kameraman e atje, mos i bënë gjithë se kam Kë Ik mos më ditë për para. Po ti vjen një letër në ovo. Asla. Nga gati, jo.